Hinë në namaz i ngarkuar, hinë në namaz i stresuar, hinë në namaz i lodhur, hinë në namaz i brengosur, hinë në namaz me miliona probleme, dhe jep selam dhe ndjen vetën të lehtësuar. Pasha Zotin e madh, vetëm një gjë i vjen në mend. A thu vallë si e të njerëzit pa namaz? A thu vallë si e vazhdojnë njerëzit jetën pa namaz? Dhe përgjigja është shumë e thjeshtë. Nëse nuk e kanë namazin, do të vazhdojnë të vrapojnë deri në vdekje në përbarnatore të ndryshme, duke kërkuar terapi për qetësim. Dhe përsëri qetësinë nuk do ta gjejnë. Pse? Nga se qetësinë e përcaktoi Allahu Gjelle Gjelaluhu në kryerjen e obligimeve fetare, dhe pejgamberi alayhis salam që ne themi se ndjekim rrugën e tij dhe se shembulli më i mirë në historinë e njerëzimit është ai, sa herë që ngarkoheshte dhe i thoshte Bilalit, na qetëso dhe na rahato o Bilal me namaz. Na qetëso dhe na rahato o Bilal me namaz.